Mariglen, përshëndes. Përshëndes, Aida. Ndonë se ishte në fakt një seancë maraton dhe kishte disa interpelanca të kërkuara me kreun e qeverisë, Zoti Rama u paraqit në sallën plenare vetëm për të votuar, pra kur në momentin e fundit, kur ishte momenti i votimit, ku rrëzuan të paktën 4 projektligje të deputetëve të Partisë Demokratike të Enobosës kryesisht që kishin të bënin me uljen e çmimit të karburanteve për shkak të krizës energjetike të krijuar si pasojë e përplasjes në lindjen e mesme, por duke u rrëzuar ato, mazhoranca miratoi vetëm aktin normativ të qeverisë, e cila ndërhyn për të ulur me 20% akcizën në momentin kur çmimi i hidrokarburëve i naftës, po e them kështu, shkon mbi 220 lekë. Edhe kjo një ulje, pra edhe momenti që futet në fuqi ulja e akcizës me 20% kur arrin këtë tavan, është po them një ulje modeste, shumë e vogël krahasuar me çmimin e lartë, nëse kjo duke marrë parasysh edhe diferencën që ka çmimi i karburantit në rajon të Shqipërisë, në Kosovë apo Maqedoninë e Veriut, edhe krahasim me vendin ton këtu. Kështu që u rrëzuan, ndërkohë që u miratua në fakt projekt ligji tjetër për identifikimin elektronik, ky një projekt ligj i cili hasi debate si në komisionet parlamentare, po ashtu edhe në parlament, pasi u kërkua që miratimi këtij ligji në fakt të shtyhej në kohë pasi të pastrohej, sipas pretendimeve të deputetëve të opozitës, të pastrohej Akshi, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e cila është cilësuar si një grup i strukturuar kriminal nga ana e prokurorisë së posaçme, dhe më pas të miratoj ky ligji, por këto kërkesa sigurisht të opozitës nuk u morën as pak parasysh nga mazhoranca dhe kaluan në votim. Pati të paktën 7 projekt ligje dhe marrëveshje të tjera të cilat u miratuan ditën e djeshme, ndërkohë që spikati edhe votimi me 83 vota i Genta Tafës si komisioneri kundër diskriminimit, ishë antare e komisioneve të vettingut, duhet theksuar në fakt. Kjo e kundërshtuar nga opozita, por megjithatë zonja Tafa mori mbështetjen e deputetëve të mazhorancës dhe çka solli edhe miratimin e saj me mbështetjen e mazhorancës. Kanë qenë këto disa, ndërkohë që në fakt seanca e maratonet ditës së djeshme u shoqërua me debatet e herpashershme dhe akuza sa i përket, po them, mospjesëmarrjes kryeministrit Edi Rama në interpelanca që kërkohet nga ana e deputetëve, siç ishte për shembull edhe interpelanca e kërkuar nga nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Belind Kolliçi sa i përket licencimit të Jet Bank, bankës së parë elektronike, duhet thënë, pasi sipas dokumenteve të evidentuara ose të gjetura deri më tani nga zoti Kolliçi, krijohen dyshime të arsyeshme se licencimi i Jet Bank është bërë në shkelje me problematika ligjore, po them pasi aksioneri kryesor i saj, Idan Avishaj, është personi i cili më herët ka pasur aktivitet në Forex, pra një aktivitet, po them, i kundralishëm dhe i dënuar në Austri sipas dokumentave të nxjerrë nga Belind Kolliçi, ndërsa një tjetër aksioner është konsul i miratuar nga Ministria e Jashtme e Qeverisë e kryeministrit Edi Rama. Pra duke ngritur dyshime sipas zotit Kolliçi që kemi të bëjmë me konflikt interesi në këtë rast. Kështu që ai ka kërkuar në fakt që të kishte interpelancë me kryeministrin Edi Rama për këtë. Edhe një rejtët? Asgjë nuk ka ndryshuar, vetëm akuzat opozitës janë. Në fakt, deri më tani, vetëm akuzat e opozitës
kanë qëndruar, por një pjesë e mirë e akuzave, pra po them, përveç dyshimit të arsyeshëm, kanë qenë të faktuara edhe me dokumente. Pak kohë më parë, pak ditë më përpara, zoti Kolliçi publikoi edhe një vendim të dënimit me 2 vite burg në Austri të një prej antarëve të bordit të Jet Bank, i përfshirë, po them, në Forex, në aktivitetin e palejuar. Megjithatë, deri më tani, siç edhe ju e konstatuat, këto kanë mbetur thjesht denoncimet e opozitës, akuzat e opozitës, ndërsa nga Banka e Shqipërisë nuk ka patur një sqarim, po themi, për të kontrolluar, ose ka qenë thjesht një verifikim formal, por që sigurisht do duhet që institucionet shqiptare të bëjnë atë filtrin dhe transparencën më pas nëse akuzat e ngritura që ndrojnë apo jo. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë dhe për të ndalur tek protesta e PD-s, prezenca e kryeministrit çfarë konkludoi ose çfarë solli, me që ishte një herë gjatë natës? Jo, prezenca e kryeministrit ishte vetëm në momentin kur kaluan në votim dhe nuk është se përveç votës të tij në rendin e ditës që ishin për të projektligjeve dhe të akteve të cilat ishin në rend për të votuar, por nuk është se shkaktoi një, po them, diçka, një momentum politik ndryshe. Pasi thash, prezenca e tij ishte pak pasi kishte kaluar mesnata dhe edhe në sallën plenare numri i opozitarëve nuk është se ishte në kapacitetin e plot të tyre, pasi nga 50 deputet që ka opozita në tërësi, Partia Demokratike me aleatët kryesisht, vetëm 24 vota ishin që morën pjesë në votim, kështu që po them nuk është se pati momentum politik ndryshe pasi erdhi kryeministri Edi Rama. Tani, qëndrojmë pak tek momenti tjetër që lidhet me protestën që ata konsiderojnë Partia Demokratike si një protestë kombëtare dhe ku eksponentët e saj po flasin ndoshta edhe për një grevë. Çfarë dim? Ajda, deri më tani plani i Partisë Demokratike për protestën kombëtare të thirrur në orën 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit mbetet me të njëjtën strategji. Kanë qenë ide të hedhura ato për sa i përket greves apo qasjes së ndryshme të protestës, por deri më tani, sipas informacioneve që ka mundur të marr, nuk është miratuar dhe kështu që edhe ditën e sotme protesta pritet që të nisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra përballë kryeministrisë. Më pas, ajo çfarë mendohet nga ana e organizatorëve të Partisë Demokratike mund të ketë shpërndarje në disa grupe të cilat do të jenë të shpërndarë për të protestuar në disa pika të kryeqytetit, si parlamenti apo edhe, po them, bloku i ministrive. Pra do të jetë ky një lloj organizimi kështu i protestës së ditës së sotme. Megjithatë, detajet janë akoma, po them, të grupit të punës janë ende duke u shqyrtuar për të arritur deri në momentin e fundit për të dhënë, po them, direktivën finale, pasi në mënyrë, po them, vertikale grupi i punës i përçon mesazhin poshtë në bazë të koordinatorëve që janë për secilën deg apo edhe për qarqet nga ku pritet të vinë protestuesit. Fillimisht janë përcaktuar pozicionet, po them, kuadratet ku do të qëndrojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit protestuesi që vinë nga Tirana dhe ata të cilët vinë nga rrethet e Shqipërisë, nga qarqet e tjera, dhe më pas do të bëhet edhe shpërndarja e mesazhit final për mënyrën se si do të organizohen dhe secili nga drejtuesit politik, por edhe deputetët në bazë të qarkut ku janë do të jenë, po them, në koordinim me mbështetësit dhe me qytetarët të cilët kanë ardhur nga qarqet e tyre.
për të bërë më pas shpërndarjen në mënyra të ndryshme. Kjo është një nga skenaret që pritet të implementohet ditën e sotme. Drejtori i përgjithshëm i policisë ka qenë i qartë sa i takon lejes që është dhënë ose mënyrës se si do të veprohet në rast se dilet jashtë bulevardit. Të paktën ky është sinjali në cilin unë u përballa gjatë ditës sot me beseda ata që do të protestojnë. Ka ndryshuar gjithçka, Mariglen, në këtë strategji apo? Shiko, normalisht paka shumë dita në djeshme drejtori i policisë vetëm një gjë e re ishte fakti që ishte në konferencë për shtypë dhe e deklaroi këtë, por sigurisht edhe më herët leja për tubimin për protestën e Partisë Demokratike është dhënë vetëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe sipas tyre devijimi i protestës në zonat të tjera të kryeqytetit është pa marrë leje dhe normalisht sipas tyre nuk do duhet të zhvillohet, por kjo nuk e ka penguar në të kaluar në të gjitha protestat, në 8 protestat e kaluara që qytetarët të shpërndahen në disa, po them, tek parlament, përballë parlamentit, apo pjesën e itinerarit për nga Ministria e Brendshme në pedonale e të tjerë, dhe kështu që edhe këtë herë nuk pritet që të ketë ndryshim. Ndërkohë nga selia e Partisë Demokratike pritet që të kemi për pak minuta në vijim një deklaratë nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike sa i përket drejtuar policisë së shtetit në fakt për të respektuar të drejtën kushtetuese të qytetarëve që është e drejta për të protestuar. Dhe po ashtu në orën 12 zoti Berisha do të dalë në konferencë për shtyp për të bërë thirrjet e tij të fundit në lidhje me protestën, por edhe për t'u drejtuar policisë së shtetit për sjelljen e tyre përballë protestuesve. E kuptoj. Tani një pyetje që më ka smon mua. Që të organizosh një protest, sigurisht që duhet angazhimi që besoj ata e kanë bërë nëpërmjet drejtuesve etj. Po ka një peshë të konsiderueshme edhe degët, ndërkohë degët nga ana tjetër kanë kaluar në disa situata që kanë qenë vështira. Mund të reflektohet kjo në mbështetje ose e gjithë kjo që diskutohet për Partinë Demokratike që Berisha është i vetëm në garë, nuk e ha partinë, a mund të sjellë nota pesimiste? Atëherë, Aida, në fakt, kjo është një lloj sfide. Nëse do të marrim pjesën e parë të pyetjes që drejtove sa i përket zhvillimeve, zgjedhjeve në degët e Partisë Demokratike, pam rezultatin e protestës së kaluar, e cila ishte mjaft e dobët, po them, në krahasim me protestat e tjera sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në protestë. Numri i protestuesve që ishte në protestën e kaluar ishte shumë i ulët në krahasim me ato të mëparshmet. Por në këtë për përgatitjen e kësaj proteste ka patur në fakt direktiva në mënyrë të vazhdueshme në mbledhjen me deputetët, me kryesin, me kolegjin e kryetarëve. Zoti Berisha ka kërkuar angazhim maksimal në fakt nga strukturat e Partisë Demokratike për të patur numër të madh protestuesësh në shesh. Dhe angazhimi i strukturave të PD-s në për këtë protest ka qenë më i madh. Kjo ka qenë evidente në fakt edhe në bazë të komunikimeve që kanë patur në mënyrë të vazhdueshme me deputetët apo me drejtues të degëve të ndryshme, por edhe po them edhe aktiviteti ose intensiteti i porosive që kanë qenë nga ana e zotit Berisha. Nëse ajo çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 2 javëve në Partinë Demokratike, pra përplasja fakti që shkon në garë me i vetëm pas një kundërshtar dhe përballje, po them, me ata të cilët aspironin të ishin kandidat, do të reflektoj apo jo, kjo mbetet për të parë në fakt dhe po ashtu duhet thënë që është edhe një sfidë që shihet edhe për, po them, edhe për leadershipin, për drejtuesit e Partisë Demokratike. E qartë, mirë. Mariglen, do të shohim protestën sot. Unë të falenderoj për gjithë sa sollën në vëmendje, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit.